Градоначалници од Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Прешево, како и Арбреши од Италија, денес беа во Тетово на состанок на Унијата на албанските општини од регионот. Домаќинот на овој состанок, градоначалникот на општина Тетово, Билјал Касами, го представи Центарот за иновации за млади. Sot do promovojmë edhe një projekt tjetër në Tetov, që është projekti i përbashkët me Unionin e Bashkive Shqiptare, që ka të bëjë me qendrën e informacionit apo qendrën e inovacionit për të rinj, ku në modelin e Tiranës edhe në Tetov, kuadër të qendrës për kulturë dhe rini, do të kemi një qendër të tillë ku të rinjt tanë do të mund të aftësohen për tregun e punës edhe për sfidat që i presin sa i përket zhvillimit teknologjik dhe inovacion. Подпредседателот на Унијата на албанските општини, воедно и градоначалник на општина Призрен, Шакир Тотај, изјави дека оваа унија повеќе реализира културни проекти и врши промоција на туризмот. Unionit Bashkive Shqiptare janë zhvilluar tashmë disa projekte, të cilat kanë bënë më tepër me aspektin kulturor, aspektin e zhvillimit të traditës tonë, edhe shfrytëzimit të asaj tradite kulturore, vlerave të trashëguara për promovim të kombit tonë, për promovim të kulturës tonë, për të dhënë një kontribut edhe për zhvillim të turizmit, edhe ne e dimë se turizmi është një komponent shumë e rëndësishme edhe zhvillimit ekonomik. Запрашан за патот Призрен Тетово, Тота изјави дека таму се работи, но дека владата на Косово не е транспарентна и дека немаат доволни информации. Nuk mund ndërtohet pa pas bashkëpunim të dy qeverive, të qeverisë së Kosovës dhe të qeverisë së Republikës Maqedonisë Veriore. Nuk e di sa ka bashkëpunim edhe nuk e di sa ka në nënshkrim të marrëveshjeve që kjo rrugë të realizohet. Po sikur të realizohet, do të ishte një arritje e madhe. Për ndryshe në Kosovë ka punime që po zhvillohen, mirë po ballafaqohemi me një mungesë të transparencës edhe me një mungesë të dhënies së informacioneve të sakta se çka po punohet, në çfarë drejtimi po punohet, edhe shumë informacione të tjera që do të duhej të ishin publike, po të cilat ne nuk i kemi, po projekti si i tillë, domethënë ideja për një projekt të tillë gjithsesi duhet përshëndetur, edhe duhet besojmë që do të realizohet. Унијата на албанските општини во регионот е основана во 2019 година. Целта е да создаде платформа за соработка, што ќе им овозможи на општините членки да интензивираат размената на искуства и експертиза во областа на урбанизмот, иновациите, животната средина, културата и новите форми на финансирање.